Është jo e lehtë të flasësh për veten, është më kollaj të flasësh për të tjerë që mund të kenë bërë edhe më shumë. Kam lindur në Tiranë, në një familje të thjeshtë, tiranase. Dy prindrit e mi, mamaja valltare në ansamblin e shtetit, operas dhe baletit, babai ushtarak. Dhe gjithashtu në familjen tonë të vajzërisë pretimen, edhe me vllajin, në një shtëpi ku kam bizotruar harmonia, me dy karaktere të kundërta diametralisht edhe për arsyet profesioneve të tyre, të mamit dhe babit, por që në atë harmoni dhe simbioz jemi rritur të shëndetshëm edhe me shumë njerëz përreth. Familja jonë ka qenë më e madhe se vetë familja e vogël tek shtëpia jonë, 70 metra katror në Ishkin e Mam Partizani, rruga Luiq Gurakuqi apo Pazari i Ri. Më e madhe sepse unë jam rritur mes dy gjysheve të mia dhe hallave, xhaxhait, dajave, tezeve. Një familje e madhe që në fakt më ka mësuar se si të jetosh dhe të duash njerëzit, edhe të kesh mundësinë që të marrësh shumë dashuri. Gjë që më ka plotësuar dhe kam pasur gjithmonë mbështetje. Çfarë mban mend nga ajo rruga Luiq Gurakuqi? Ajo rruga Luiq Gurakuqi ka një histori. Ato janë pallatet e artistave. Unë në shkallën tonë kemi jetuar me të madhin Çesk Zadeja, dy pallate më tutje me të mëdhenjtë të skenës, Avni Mula, Gajo Çako, Luiza Çako, Inva më vonë. Ime më sikur se thash artiste në valltare ansamblit. Unë jam rritur në fëmirin time, kujtoj një kohë të madhe kam shpenzuar në korridoret e teatrit, operas dhe baletit. Edhe ky ndoshta edhe aspekti estetik edhe artistik më janë ushqyer nga fakti që kam ndetur gjithmonë dhe kam parë se si artistët lodheshin aq shumë për të bërë një performancë, nga ana tjetër ata cilët ishin kori i operës, sepse njëra prej hallave të mia, Elira, ishte pjesë e korit, edhe unë mes vallës dhe operës zgjidhja gjithmonë këtë të dytën.